Si kur të kisha fitu në para 8 vite, kur jam konkretor komune, jam shumë i sigurt që në debatet këto zgjedhje ishte diskutu për fabrika, jo më për qenë ndacak, e për mbeturina, e për ujtë pishum, e për kanalizime, edhe shumë mirë këtë që rastin ati fermerit e tregoj, që edhe mu më ka ndodhë, hajde bre, shko isha me dorë qeshmen, e shko isha nuk ka pik ujtë, jo mos e publikoj, jo mos kallëzë kuj e kom, a pe dilke votoj këtë njejtin. Jo, në veç, deshta nëse më lejoni, mu këthy të beka. Problemi është na flasim për një standard të pashen. Unë soher flas, më nëna më konë korrekt për ato, që ti ki përgjithësi për fjallën e dhonë publik. Shumicën e hera, kur i referuhem privatizimit, i referuhem dërmarjeve, që ka qenë teknologjie vite u 70 dhe nga viti 90, deri në vitin 99. Ajo teknologji ka pas zero mirë mbajtje. Nuk janë ato industri që kanë qenë... Ka funksionu morale? Qësh? Ka funksionu dhe i mas të vdes? Ku kanë funksionu? Fabrika e armaturës në podjev, qësh ka funksionu? Edhe ato kur kanë funksionu. Edhe ato qësh edhe ato kur kanë funksionu në Kosovë. Ma brale mas falë se ka funksionu deri vonë fabrika armaturës. Nuk jetë o folë me dikë që se një temin.